Përshëndetje, kam gjithë ditën që jam kam, besoni apo jo, ora është 3 drekës dhe vetëm tani u ula se thash që bëj një se kam blet sa fruta e perime dhe thash që ja tregoj. Jam zgjuar në 7, do të thënë jo me dëshirë, normal na ka zgjuar Hema edhe kam bër ushqimet, 3 gatime kam bër. Unë kam bër se sot Geri kishte një mësim. Kam bërë 3 ushqime të ndryshme për javën, se filloi punën këtë javë, gjysmë dite siç ju kam thënë. Pastaj Hema nuk e bëni gjumin e mëngjesit sikur e bën një 2 orë, kështu që u zgju edhe thash filloi të grindej, e thash e di çfarë do e marr dhe do dal, plus që kishte diell, thash pse të trinj në shtëpi. Dole mecën, bëm edhe pazarin ton, bëm me të njëjtën kohë edhe pazarin ton, se aty ku është kafja, është edhe një vend ku shesin fruta perime bio. Pastaj thash shoqësimi me Genius do vish pim një kafe, se nuk është larg nga aty, tha okay, erdhi, kështu që pim kafen, erdha në shtëpi. U mora me pastrimin e kuzhinës se kisha lënë rromuj, thjesht dola. E thash që ju tregoj se çfarë mora. Ohemës sot I kam provu të kuqen e vezës dhe gjithashtu I dhash kos me mango, I pëlqeu shumë. Kosi I pëlqen shumë, sepse më duket ja freskon edhe dhëmbët. Mora 2 vezë të vogla, do të thënë 6 copë ka brenda. Këtu kemi domate. Po ja tregoj se thash pilaj, me qenë se lava manin dhe gjitha enët. Mora 2 nektarina, ishin kështu të forta, që kam shumë qef nektarinat e forta, biles të haj një tani. Mora rush. Mora këtë rushin e zi, se më duk shumë I mirë. Ka aromë të mirë. Mora 2 kastraveca për salat. Çka kemi këtu? Mora pak karota. Mora pak karota, se në fakt nga që kam gatu I përdori shumë karotat në gatim, por që nga që kam gatu nuk më duan më dhe thash në herë në hahet në një, plus që gatu edhe Ohemës, në nuk më duan më shumë se kaq. Tu kemi limon, 2 limona. Qa kemi këtu? Mora dardha, se më duken shumë të mira këto dardhat. Shumë të mira, mora një 3 copa. Dhe tu mora banane, që t'i vendosi këtu, se na janë mbaru. Ne ham shumë bananet, unë çdo ditë ha një në mëngjes, me tërshër dhe me qumësht, dhe mora këtë kosin e lopës. E tjetri më duke më I mirë, nuk e di nëse e kam treguar tjetrin. Mora këtë këtu. Më duket pak si ujë. Duket e mora full fat. Nëse do e provoj nëse është full fat, do marr tjetër për ne dhe për Ohemën. Po më do të zej edhe kos në fakt, por do shoh se si ta zej. Dhe përsa I përket bukës, më duket më keni shkruajtur shumë dhe faleminderit shumë. Dhe më duket problemi është tek mielli. Mielli është problemi sepse është miell pa gluten. Dhe më keni thënë që e kam zënë brumin shumë të fort. Në fakt, nuk është se desha ta zej të fort, por që sa do I nxjerrsha ujë, e punosha, ishte I ngurtë, do të thënë kishte diçka që më shkonte me miellin. Edhe bënte kështu kërç. Edhe besoj se mielli e ka pas fajin, se fare bukës ishte okay. Uji nuk e bëra shumë nxehtë, kripi hodha tamam, e punova mos, kisha që me punu ma tepër. Kështu që mendoj që ka pas fajin mielli, edhe do japim edhe një shans tjetër, do bëjmë edhe një bukë tjetër, por që të gjej miellin e duhur, nëse ka këtu goca që jetojnë në Belgjik dhe zejnë bukë dhe di një miell që është këmsa, më thoni. Plani tani është t'i vendos gjitha këto, t'i laj dhe t'i vendos në frigorifer, do bëj edhe një dush për vete, do hoxhohet Ohema dhe me siguri do dalim me Gerin diku dhe dalim Ohemën tek punit e Gerit në mënyrë që ta shijojmë pak ditën tonë të dielës.
Përshëndetje, kam bërë të thonjë sot dhe kam bërë stok të skincare. Të me thënë, sot Geri pazite ishte në shtëpi dhe unë gjeta një moment edhe u arratisa, sepse duhet i bëja këto gjëra, në fakt ka shumë kohë, sepse larsi vajor po mbaronte, kremi hidratus po mbaronte, thojt më ishin bërë mos pyet. Kështu që i ka me një herë në qendër dhe kur shkoj atje i bëj gjithë punë pak a shumë. Okej, këmbët nuk arrita t'i bëj dot. Normal, sepse më duhet isha 7:30 në shtëpi që ta ushqeja u hemën edhe të ta veja në gjumë. Edhe Geri kishte larë, kishte kremosur, kishte bërë dzicë. Kështu që po. Dhe nuk e di nëse kam thënë këtu që të shkoj në Shqipëri, të ejnëten, të nisemi për Shqipëri, besoj se po. Dhe njëherë thash ati bëj atje thonjt, me qënë se isha pak si me stres sot, i them drejten, se thash a kam as kam ko, pas e thash po t'i bëj në Shqipëri, unë po shkoj për 2 ditë, 3 ditë. Të humbë 4-5 orë me një salon, duke bo thojt, si a vlen se unë po shkoj për t'pa familjen. Kështu që thash okej, po i bëj, këmbat nuk i bëra, se s'kisha ko, po i bëj njëherë tjetër, s'ka problem, se tani është dimër. Thjesht i pastrova, do të thënë i pastroj, bëj pedikyr, por që nuk vendosa ngjyra apo manikyr tek thonjt. I bëj një haul, sepse dhe tani të përdor diçka. Aty tek dyqani këtu, që është në qendër, ka skincare koreane, sepse ka marrë këtë pyetje dora ku i blen skincare. Ky është dyqani në qendër. Por më pëlqen vërtet shumë dhe është një zonë shqiptare që punon aty. Edhe është shumë e mirë, mi bëri minus 10% ulje sikur jam studente. I love her, është shumë e mirë. Edhe mora që kisha për të marrë, plus i thash më sugjeroj një toner, dhe më pyti nëse ja bebit për të pirë, i thash po, edhe më tha këto të sugjeroj. Kështu që qa mora gjërat e zakonshme, mora larsin, gjërat që i marrë gjithmonë, mora këtë larsin vajor të anuas, që sa e mbarova tani edhe që kisha se bëra dushin. Kështu që po e hap tale këtu te lavamani, ky është super. Mora kremin e hidratimit të Johnson. Nuk mora SPF sepse kam akoma, kështu që mora vetëm këtë. Ky është kremi hidratues. Më pëlqen shumë si rrin fytyrë. Do të thënë hapet me një herë. Toneri që më sugjeroj, si thash edhe për fytyrën time që e kam pak akneike, pak mixte, më sugjeroj këta. Edhe është safe me aciditetet, nuk ka aciditete. Është thjesht, që thot ky, është lejon ta bën fytyrën smooth, thot. Thot aplikojni me koton. Do e bëj tani. Thjesht mora sajzin e vogël, më tha merr këtë një herë. Shikoni se përshtatet. Ta këtë këtu. Nuk ka asnjë lloj arome. Thjesht po e bëj, më tha mëngjes, duhet ta bëj mëngjes dhe dark. Kështu momenti i dushit dhe i skincare-it është ai preferuari, besoj jo vetëm imi për i gjithë nesh. Se mos kur je mami dhe bebi a flin gjumë herët dhe pastaj nuk i ke me stres dushin, sikur i ke për shumë në mëngjes apo paradite, kur bën skincare në shpejt e shpejt. Kështu. Pas kësaj vendos vetëm kremi hidratues, por po e le të thahet. Ndërkohë mora këto për poshtë syve, më tha janë shumë të mira, dhe në fakt doja t'i mira sepse të tjerat po mbarojnë, plus kjo ishte shumë e mirë. Kjo është me kafein, niacinamide, çaj jeshil. Shikoni pak sa cute ka këtu. Do e hapi. Edhe duket, është nga kjo firma këtu. Edhe duket kështu. E ka edhe këtë lugën këtu, që mund t'i marrim paqes, që mos i marrim me dorë. Edhe është kështu. Shikoni pak, se s'duat më derë vetë. Ka ca pikat zeza. Por po e lë këtu. Për momentin, si do e përdor, gjithashtu kisha dhe një maskë të falas, më tha zgjidh dhe mora këtë të aloe verës, dhe më ka dhënë plot testera të vegjël.
ftestera kështu të tillë që do I ruaj. Këto ishin gjërat Holly me skincare, tani do hidratoj fytyrën, do thaj flokët, do rregulloj flokët se nesër jam në zyrë, kështu që I rregulloj sot. Do përgatis rrobat për nesër, çantat, pompën, shishet, gjitha që I marr me vete, sepse më duhet të pompoj në punë, në mënyrë që kështu. I thash sot dita shkoi shumë mirë, Hema shkoi në qerë dhe pas dite, ishte 1 orë në mënyrë që të provonte frutat, se para dite kanë perimet, pas dite kanë frutat. Tha që I pëlqente më shumë se perimet, kështu që ka hëngur më shumë se sa han perime, por që akoma jemi në këtë procesin e adaptimit dhe nuk mund të them se ajo rri vetëm 1 orë, 2 orë. I vetmi problem është që nuk flen pa mua dhe nuk I pëlqen të pi biberon. Por do mësohet që përsa. Rolling on my phone, my head's tight, lying to myself, I'm greener grass, dream another life, one that's not so hard. Mëngjesi, jam në kuzhinë, është ditë e diel, është ora 10. Do filloj të bëj gatimet e javës, sepse është gjëja më e mirë që bëjmë, nuk kam kohë gjatë javës të gatuaj, normal gjërat vogla, sallatra, patate në furrë, gjitha kështu. Por jo më shumë, por prisni se që do t'ju tregoj. Shikoni pak çka kam këtu. Është hera ime e dytë, nuk kam filmuar që bëj buk. Kam prerë këtu dje se kemi provu pak me Gerin. Shikoni pak bukën time që kam bërë. Shikojeni pak, është me arra, do të thënë, është me lloje farash, edhe është bukë Hema po këndon, është bukë ngjyrë, do të thënë bukë integrale. Është shumë e mirë. Ndjej për gjitha këshillat që më keni dhënë, dhe në fakt konstatova, sikur shumica për jush më thatë, mielli ishte problem. Nuk ishte as ujë, as fara, as gjë tjetër. Mielli nuk ishte për të bërë bukë. Lexonte aty miell pa gluten, më duket. Po. Nuk ishte mirë, tani kam marrë një miell tjetër, edhe super është. Brumi është I butë kur e zen, sepse ai kur e zura nuk ishte fare brumi I butë, domethënë s'kishte mënyrë tjetër që ta bëja më të butë, edhe pse unë mundova shumë. Dhe kjo është buka e dytë që kam bërë dhe që e kam bërë mirë. Do bëj edhe më mirë, por më shumë e lumtur. Dhe ja jap Ohemës bukën. I kam dhënë Ohemës bukë me gjalp kikiriku. Vdes. E adhuron. Kështu që po. Do ja bëj këtë tani. Po e mbëshqielli bukën. Më duhet filloj të gatuaj. Dje kemi bërë pazarin, fruta perime. Kështu që tani do gatuaj. Më duhet bëj paka shumë bëjt njëta gjëra, se nuk e kam problem të hat njëta gjëra. 3 pjata, 3 meals. 3 meals, si thuhet. Do bëj oriz me perime dhe me punë. Do bëj wok dhe makarona me mish të grirë me salcë të kuqe dhe këto. Pastaj një vak në javë ham sallat dhe një vak tjetër ha patate me salmon dhe me pul në furrë dhe me karrotë, me çfarë kem tjetër perime në shtëpi. Kështu, në fakt u po vi si flutur sepse kam qenë në Shqipëri. Kemi qenë 4 ditë në Shqipëri, tente deri të dielën, tente në vonë deri të dielën dhe nuk kam filmu për në YouTube, sepse nuk kam marrë fare kamerën, domethënë me qëllim se doja ta shijoja. Kemi qenë për ditëlindjen e babit, surprizë, jemi kënaq. Ishin 4 ditë kështu intens, sepse nuk mora as karrocë, isha me Ohemën, me kangur edhe me motrën, kështu që kam pas motrën, por që kuptoni, do një bëjmë shumë gjëra në pak ditë. Dhe ja dolëm, u kënaqëm shumë, por ishte pak e lodhshme, do thoja. Udhtimi me një bebe 6 muajsh është pak më i vështirë se udhtimi kur ka qenë 2-3 muajsh që kemi udhtu, sepse është shumë stimulot shumë nga drita, nga zhurmat të Hemat paktën, ka bebe që rrinë më urtë, po kjo tërkohës në avion ka bërë kështu si bën tani nga gëzimi, nga stimulimi.
Do të dalë edhe, tani do të dalë edhe nga karrikja, është bërë problem kjo punë. Ha? Ku do me shku? Ku do? Ha? Ha? Kështu që, po, kam filmu në Instagram, ka bërë 2 vlog, kështu që më ndiqni në Instagram, aty kam bërë content, por këto nuk kam bërë. Kështu që le ti futemi punës dielës, të bëjmë bukën, ta mbarojmë deri nga ora 12 dhe pastaj do bëjmë ndonjë gjë tjetër, do dalim, do shijojmë ditën e diel, sepse dje ishte pastrim, pazar, dhe s'kam filmuar sepse nuk është. Okej. Jo gjithmonë do filmoj pastrimin dhe pazarin. Kjo është ajo që vërtet. Kjo hap gojën edhe do me lujt me mamin, ha? Ca don ti mami? Kam veshur jelekun që ka bo nana. Shikoni pak sa i bukur, se është freskët tani mëngjes dhe ja hedh krave këtë jelekun. Shikoni pak sa i bukur, shikoni. Ku do të shku? Ku do të shkosh ti zemër? Edhe kështu. Hajde. Të i përshëndetje goca, përshëndetje. Këtu i kam perimet, kam filluar t'i pres, kam gjysma të këtyre këtu që do i fus në ngrirje dhe gjysma do i gatuj sot. Kam karrota, do bëj një supë për Ohemën edhe për ne me presh, kungull, patate. Kam këtu patate në ëmbël që nuk kanë ngel, kështu që do e fus edhe këtë. Këtu kam mishin e pulës që e kam shkrirë nga dje. Edhe këtu kam pjesën tjetër të specave që i kam grirë. Edhe do vazhdojmë kështu, avash t'i grim perimet. could see yourself just sitting there on my chair, staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Hello guys, we're on a date with parents. Anymore. I know you haven't noticed. You know that I won't let you go. Put your arms around me and I'll let you know. Përshëndetje, ora është, sa është ora? Ora është 18:47. Kam ardhur nga puna nga ora 5:30 në shtëpi, kemi filluar full time days. Hema ka qëndruar sot me babin, pak të qerdhja, në një orë të qerdhja. Nëse është e vështirë, por nuk është e pamundur. Dhe Hemës po i bëj ujin për ta larë, ndërkohë është aty bolun. Shumë e lumtur që është taku me mamin. Ishim dolëm hecëm, edhe pse isha e lodhur tash do dal ta bëjmë ecjen e ditës sepse i pëlqen shumë Hemës, edhe mua i pëlqen. Dhe pos dola jam kështu, ndjem keq. Edhe poshtë ishte më ka një pako që e kam bashkëpunim për një Instagram që është nga kjo firma. Edhe është një kështu një kangur. Dhe me zi kam pritur. Mami! Qa për bënë, mami? Me ka për folti? Edhe e kam atë që e kam treguar që është super dhe e kam përdorur në Shqipëri tërkohë, sepse në Shqipëri nuk mora karrotën, se ishim për 3 ditë dhe më shumë do mbesdiste. Dhe tërkohës kemi qenë me kangur me Ohemën. Tani, më vim ti pak këtu shpina, se normal 3 ditë non-stop me kangur, dhe me thënë, non-stop, se nuk ka qenë rrugë non-stop në kangur, por që gjithkohës kur dilnim duhet ta merja me kangur. Kështu që kjo firma këtu më kontaktoi dhe më tha një PR box, një dhuratë më dërgonin dhe kam marrë, është shumë i vogël, por ta shikojmë, vjen kështu paketimi. Kështu është paketimi, do ta hapim bashk. Kam zgjedhur një ngjyrë që është pak për vjeshtën, pak edhe për burrat, sepse ai që kam deri thotë është shumë për femërore. Dhe shikoni pak sa ngjyrë e bukur që është, mezi po pres ta provoj. Nëse unë e hapa pakon e bëra, mos e pyet. Dhe është shumë i lehtë, siç mund ta shikoni, nuk është si ato të tjerë që janë të fuqishëm. Edhe mezi po pres ta provoj. Shikoni pak se si është kjo, domethënë vendoset kështu. Nëse se kam akoma lexu, sigurisht do kesi një fletë këtu dora. Që nuk po e shikon. Unë vdes për kangurat. Më mbjen shumë lehtë ta vesh Ohemën në kangur. Domethënë adhuroj, thjesht adhuroj kangurat, më shumë preferoj kangurin sesa karrocën.
se s'po vjen kjo letra, sesa karrocën. Më shumë prefer këtë se karrocën, po ashtu edhe Hema është më shumë fan se kangurit se sa e karrocës. Është edhe për bebat. Nëse se do shikoj vetë, avash besoj se kjo lidhet këtu. Edhe nga mbrapa bëhet kështu. Do ja tregoj ndonjëherë kur ta vendos Hemën, por shikoni ngjyra shumë vjeshte, edhe do të na bëj matchi me outfitet. Ky është libri që këtu tregon gjithçka, shikoni pak se si mund ta përdorim. Po këtu janë gjitha pjesët se si mund ta veshim këtë gjën. Që unë tani nuk kam kohë ta shikoj, se është mbush vaska dhe Hema po grindet, hajde. Do bëjmë qupa neve edhe do flejmë gjumë sepse na vjen ora. 7:30 kjo duhet jese në kokët e gjumit. Edhe mami çfarë do bëj, do ushtrohet, do bëj punë të shtëpisë, do mbledh gjërat, do ngati pra për nesër në zyrë, jo të laj ato enët që ka marrë me vete në zyrë, e ti shpërlaj, e ti thaj për nesër, pompa gjithashtu. Edhe Hema që po ha letrën, kështu që më mirë të ikje. I didn't see them yet, huh? Allah! But why blue? Because you have the same gray. But yeah, I would love the other color. Thank you, baby. Because blue. Game ka bler këpucë të reja, ka bler këto të New Balance, ngjyrë blu, duke menduar që janë gri, apo? You thought you were gray. I thought this was gray here. The Me dorat. Edhe unë do kisha preferu gri, kështu që mendoj që maybe we can send them and order gray. But they're nice, I'm not gonna lie. Yeah, they're nice. Hey, New Balance, sepse këto që kam, ju se më janë prishur, por që i veshi shumë shpesh, po shikoj çfarë përbën qershia ime Hema. Kom mama, se tani lëviz si krim i vogël dhe futet kudo. Po, për ty po flas. I kam blerë lodra të reja, ja hapa që tregoj me që i kam këtu. Nëse këto ishin dhurata ime nga Geri, dhe këto janë lodra të reja që ja kam blerë Hemës, që ja super sugjeroj t'i blini. Jo të hargjoni lek, se s'dua t'ju influencoj të hargjoni lek, por i mora në Amazon dhe pëj pëlqen shumë. Janë me dru, edhe bëjmë kështu, për shembull kemi këtë këtu, shumë interesante, se bëjmë kështu zhurmë. Kemi këtë kështu, me topa brenda. Që kemi tjetër? Se gjitha i ka marrë Hema. Kemi këtë kështu. Dhe dy që i ka atje që përlodhë qershia mamit. E do këtë mami? Por që s'poja marrë sepse është full në loj, është kjo këtu. Dhe kjo këtu që bën këto përplasën, këto fletat, le të themi, sa fleta, po më kuptuat edhe bëjnë zhurmë. Dhe ja mora në Amazon, mund t'ja lë linkun këtu poshtë, nëse keni dëshirë, më pëlqen shumë. Dhe do mundohem blej sa më shumë lodra, do të thënë kur blej lodra, jo shumë lodra, por kur të blej lodra ti blej druri, sepse janë vërtet shumë më të mira se ato që janë plastike. Me qëra fjala kemi edhe këtë që vjen bashkë me një diçka tjetër që është bebja mbahet edhe fillon e hecë, është si piramid, që është akoma herët për Hemën, por ja mora vetëm këtë pjesën. Edhe kjo lunë me këto, sepse janë këto gjërat që mund të lumi kështu. Janë këto që rrotullohen, janë këto kështu, kjo kështu, këtu kemi figura, kemi më duket një pul, një lop, edhe gjërat të tilla këtu. Kështu. Por që është bashkë me atë pjesën e asaj gjës që do të ndihmoj bebin kur të filloj, Hemën, kur të filloj me hec. Edhe janë zora vetëm këtë, se e shikon kështu dhe tani Hema ka filluar qohet vetë ulet, domethënë sapo e kam mësuar këtë procesin e ri, sikur është e ulur zgjohet edhe sikur është e shtrirë në bark ulet. Edhe me këtë them që mund ta motivoj më shumë. Kështu. Këto ishin
Për sot, siç e shikoni sa kam marrë nga puna, tash që t'rregoj këto gjërat që Geri më kishte blerë, më tha, kam një dhuratë për ty sot edhe normal që lumturova pas një dite kaq gjatë dhe kaq të lodhshme në punë. Kjo ishte highlighti i ditës.